e shtuna e shpirtrave. Letër të nderuar, Jeropsal të hishëm, vëllezër dhe motra më Krishtin, populli zgjedhur i Perëndis. Sot jemi duke u lutur dhe kujtuar në këtë të shtunë të shpirtrave për njerëzit tanë të dashur. Kjo e shtunë mban një vend të veçantë në zemrën tona, sepse po ofrojmë lutje për ata që janë larguar nga kjo jetë. Ne i kujtojmë ata jo vetëm me respekt të thellë, por edhe me një kuptim, për sa u përket natyrës së përjetshme të shpirtrave dhe komunikimit me shenjtorët. Etrit e kishës na mësojnë që shpirtrat tanë janë të pavdekshëm, ndahen nga trupat dhe presin ngjalljen finale. Apostulli Pavli u shkruan Thesalonikasve që të fjeturit në Krishtin do të ngjallen të parët në ardhjen e dytë. Me lutjet e kishës, ndërmjetimet e shenjtorëve dhe mëshirën e Perëndis, u sjell atyre një përfitim shumë të madh dhe ja u lehtëson shumë udhëtimin drejt paqes së përjetshme. Kjo e shtunë na ofron një mundësi që të ndërmjetojmë në emër të dashurve tanë, që t'i rikujtojmë dhe që vdekja nuk është fundi, por kalimi në një realitet tjetër, të pa diskutueshëm. Është një akt i madh bamirësie të lutesh për të fjeturin, ashtu si që është një akt i vërtet bamirësie të kujdesesh për të varfrit dhe të sëmurët. Jeta pas fjetjes trupore. Kisha e Krishtit në urtësinë e saj na ofron neve kuptueshmërinë për jetën pas fjetjes dhe thekson njëkohësisht mëshirën dhe drejtësinë e Perëndis. Nga njëra anë na mëson që Perëndia është i dashur, i ngadashëm në zemërim dhe i pasur në mëshirë. Nga ana tjetër që ai është i drejtë dhe çdo njeri do t'i jap llogari. Lutjet për të fjeturit që ofrojnë të shtunën na japin njohurin që Zoti është i dashur dhe i drejtë. Siç kujtojmë të dashurin tanë, ne i kërkojmë Zotit mëshirë për ata, ashtu siç i kërkojmë mëshirë për veten tonë. Shën Grigori Nisës na mëson që gjykimi i Perëndis nuk është një shkak për dëshpërim, por është për shpresë, sepse ai është njëkohësisht i drejtë dhe i mëshirshëm. Shën Vasili Madh shkruan që Perëndia nuk është thjesht një mbikëqyrës i lutjeve tona, por një dëgjues i kujdesshëm i përgjërimeve tona për ata që kanë ikur përpara nesh. Ne shikojmë që lutjet e kishës kanë një fuqi të madhe, jo vetëm për ata që janë në këtë jetë, por edhe për ata që flen tashmë në Zotin. Ngjallja dhe shpresa në Krishtin. Në zemër të shtunës së të shpirtrave është ngjallja. Lutjet tona nuk janë thjesht për të shmangur vdekjen, por për të kujtuar që nëpërmjet Krishtit vdekja është pushtuar. Në predikimin e tij Shën Joan Gojardi shkruan: Krishti u ngjall së vdekurësh, me vdekjen dhe keshgeli edhe të varrosurve jetën u fali. Është pikërisht që për këtë jetë lutemi që të arrijmë plotësinë e saj, mbretërinë e Perëndis. Në jetën liturgjike, besimit ortodoks e reflekton këtë gjë. Psalim himne, shërbesën e përcaktuar dhe nëpërmjet fjalëve të saj na kujton që vdekja nuk është fundi. Shën Athanasi i Madh shkruan që për të drejtët është thjesht një kalim për në jetën e përjetshme. Ata nuk kanë humbur, por jetojnë me Krishtin. Vërtet, ne kujtojmë që fitoria e Krishtit mbi vdekjen jep siguri për ngjalljen e gjithë atyre që u pagëzuan në emrin e Tij. Hapa praktik, lutje dhe liturgji për të fjeturit, njëkohësisht në kishë dhe në shtëpi. Kjo është një mënyrë që ata i ndihmon, duke ndërhyrë drejt për ata, lëmosha dhe bamirësitë. Shën Joan Gojardi thot, ne ofrojmë lëmosha në emër të fjeturve tanë si ndërmjetues i fuqishëm përpara Perëndis. Lëmosha është një shenjë mëshirës që tërheq hirin e Perëndis në shpirtrat e larguar nga ky jetë. Kreshmim dhe pendim. Të dyja këto akte na bashkojnë me të fjeturit në lutje dhe përpjekje drejt shenjtërimit. Shën Vasili Madh na mëson që kreshma është një hap që na hap zemrat që hiri i Perëndis të vijë edhe hiri i Perëndis zgjatet deri tek të fjeturit tanë.
kujtesa e përjetësisë. Përfundimisht, ne mbajmë në kujtes të gjithë të fjeturit të anë duke kujtuar emrat e tyre me respekt dhe nëpërmjet lutjeve tona. Vëllezër dhe motra më Krishtin, këtë të shtunë të shpirtrave, le t'ju afrohemi vend prehje të parëve tanë me dashuri dhe përullësi. Le të ofrojmë lutje dhe besuar në mëshirën e Perëndisë dhe në shpresën e ngjalljes. Ne nuk I kujtojmë ata vetëm me dhimbje, por gjithashtu në një pritje të gëzueshme, që një ditë do të jemi me ata të bashkuar në Krishtin, që është ngjallja dhe jeta. Siç jemi duke u lutur për të fjeturit, jemi duke kujtuar të vërtetën e përjetshme të ortodoksisë në Krishtin. Ndegja s'ka pushtet, por jeta mbretëron për jetë. Qofshin lutjet e kishës së Krishtit, ndërmjetimet e shenjtorëve dhe mëshira e Perëndisë prehëse për jetë ndërruar I Dan, që ai të jetë për çdo njeri udhëheqësi vetëm për në mbretërinë e Tij. Amin.